Kanosën me pistolet një 35 vjeçar dhe tentuan ta nxjerrnin me forcë nga automjeti i tij duke u dhunuar, arrestuar në flagrancë 3 shtetas, si dhe është sekuestruar në cilësinë e provës materiale, pistoleta sportive dhe 2 automjete, automjeti me të cilën janë larguar autorët nga vendi i ngjarjes dhe automjeti ku u gjet pistoleta. Shërbimet e Komisariatit të Policisë së Vlorës, pas marrjes së njoftimit për kanosjen dhe dhunimin e një shtetasi në lagjen Hajro Çakëri, kanë organizuar menjëherë punën për zbardhjen e rrethanave të rastit, identifikimin dhe kapjen e autorëve, si rezultat i veprimeve të shpejta hetimore dhe procedurale. U kapën dhe u vunë pranë nga shtetasit XI 31 vjeç, KH 34 vjeç dhe MZ 20 vjeç të 3 banues në Vlorë. Nga hetimet e para, dyshohet se këta shtetas kanë kanosur me pistolet sportive për motive të dobta shtetasin LS 35 vjeç banues në Vlorë, i cili ndodhej brenda në automjetin e tij në lagjen Hajro Çakëri, dhe më pas kanë tentuar ta nxjerrin me forcë nga automjeti duke e goditur me grushte dhe me tytën e pistoletës. 35 vjeçari po merr mjekim në spital dhe është jashtë rrezikut për jetën. Gjatë kontrollit në automjetin në pronësi të babait të shtetasit KH, shërbimet e policisë gjetën të fshehur pistoletën sportive që dyshohet se është përdorur për kanosjen. Pistoleta u sekuestrua në cilësinë e provës materiale bashkë me automjetin ku u gjet, dhe me automjetin të cilët dyshohet se janë larguar autorët nga vendi i ngjarjes. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë për veprime të mëtejshme, për vepra penale kanosja dhe plagosja e rënë me dashje të kryera në bashkëpunim dhe prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të gjuetisë dhe sportive.